Përshëndetje, ku jemi këtu me parashtrimin ditor të datës 9 janar 2026. Është një ditë shumë e rëndësishme, një ditë e veçantë, sepse dielli konfirmon një kënd me Marsin e përqap. Ky kënd do të thotë ndihmes, do të thotë pretendim, që na përket të tregojmë vetbesimin ton, dhe të kënaqim ambicjet dhe dëshirat. Megjithatë, meqense Marsi është në retrograd në shenjën e tij në gafore, që do të na duhet të zbutim egon ton, të jemi më të duruar dhe të kemi qasje më të butë në marrëdhëniet tona, sepse duhet të shikojmë mosmarrveshjet, ndikimet të tjera që lindin me grindje apo zemërime të ndryshme. Mirë është